Pra, përveç këtyre momenteve që ne i pasqyruam, shkurt fare, unë dua tani që ti të më tregosh në mënyrë kronologjike për këtë pjesë, nga çfarë ka ndodhur pas vrasjes, a kemi ndonjë gjë të re, si ka reaguar popullata përveç tyre që tham ne? Tani, nëse doni që t'ju bëj një ekspozim të çfarë ka ndodhur, fillojmë me masën e sigurisë dhe çfarë kanë thënë ata në gjykatë. Nëse doni të flas vetëm për këtë pjesën, pastaj analizën flasim. Gjithsesi ju mund të më korrigjoni. Atëherë ka qenë masa e sigurisë sot dhe autori ka shprehur pendes dhe atë që ne e tham që unë isha i tronditur nga një kalvar gjyqësor që siç e ka porositur avokati që dëgjuam. Gjithë jetën, po. Ajo që sa të gjë mbrojtjes. Po. Por, ajo që në atë roqë mëndjen është dëshmia e ati rojes, se Ilirian Gard, i cili dëshmi që të trondit, sepse ai ka thënë që unë isha i smur, para se palët të kalonin në skaner, lajmërova kancelaren dhe i thash që nuk jam mirë se vuaj nga diabeti. Pas një ore më dha leje të largohem, por nuk u zvendësova. Pra, nga gjithë kjo dëshmi, del që njerëzit atë ditë kanë shkuar, janë futur në sallën e gjyqit, duke pasur përballë, për kontroll, një njeri të smur, që mund të ketë qenë në një gjendje shumë të rëndë. Dhe janë futur ashtu si kanë dashur. Kjo është ajo çfarë na del nga kjo dëshmi. Tani kemi pasur reagime. Po tani që ai mund ta ketë dhe mbrojtje këtë Ferdinand. Po flasim për dëshminë që ka thënë ai. Ne nuk e dim tani se çka ka qenë mbrapa, çka ka qenë mbrapa. Por gjithë të përpiqen të mbrohen. Po, sigurisht. Tani, ajo që ka bërë shumë përshtypje ka qenë reagimi ministres së Brendshme që thotë që policia e shtetit nuk ka në bazë të ligjit asnjë përgjegjësi për kontrollin e hyrje daljeve nga gjykata. Ndërkohë që njëkohësisht Këshilli i Lartë gjyqësor provon që vrasja është e para lajmëruar. Pra, ne kemi thënë që Gjon Shkambi në një po e dëgjuam gjithë ato në një intervistë që ne e thamë radhën e parë, tha që unë do, pos që ajo i vendimin në favor tim, unë do vras njerëz, dhe kjo është e paralajmëruar. Pse? Sepse Këshilli i Lartë gjyqësor publikoi një letër. Jemi në një moment që të mos i ikim, dhe pastaj ti mund thuash dhe nga këto detaje, po jemi në momentin kur ne paraqitëm në rrjetet online, mesazhet e popullatës për heroizimin e këtij. Kemi element të tjerë këtu? Po, ka ndodhur një fenomen i tillë. Pra, është thyer një koracë e madhe, ai plumbi ka thyer një koracë të madhe, të trash, që mbante brenda qelbin e 30 viteve probleme dhe padrejtësi një kolegu ynë që i kërkova mendim, një minutë. Nuk ka rëndësi. Ç'mendon për këtë dhe ai më dërgoi një editorial filozofik. Jo, s'ka rëndësi. Problemi është tani që shqiptarët po ngrenë zërin. Shqiptarët po ngrenë zërin. Deri dje nuk flisnin. Tani po ngrenë zërin dhe dalin dhe thonë. Për shembull, unë dëgjova dikë që i thoshte jam 80 vjeç, kam 22 vjet në gjykim për të marrë pensionin, kam punuar në minier 20 vjet. Tani ky 80 vjeçari kur do e gëzoj këtë pensionin? Në 60 vjeç ka dalë, 20 vjet gjyq, është 80 vjeç. Dhe thot në fund kam tentuar ta bëj unë atë punë, ja lash Zotit e bëri ai. Pra ka dashur dhe ky të vras. Pra, ne jemi populli ka filluar po shpërthen. Tani, pse? Po e ngre zërin populli. Pra, ne jemi në dy, unë do ngrija dy pyetje tani që mund konsumohen dhe nga njerëzit aty. Jemi në, si thua formulimin, plumba gjykatësit apo shtetit dhe sistemit të drejtësisë, dhe në formulimin tjetër, ose në pyetjen tjetër, që jemi, pse po shfaqemi ne si një popull që kur duhen të protestojmë për ujin që se kemi në Tiranë dhe të premtuar kaq dhe nuk protestojmë në çfarë do lloj shkalle qoftë kjo protest, por kur vjen puna pra për të zgjidhur diçka, kur duam t'i bëjmë shkurt, si në këtë rast, themi të gjithë që pra mbështesim si thua vrasjen, duke i rënë shkurt. Jemi në rastin kur një pjesë e popullit po thotë që ky është Avni Rustem, pra ne nuk dalim në protesta që ta thyejmë atë çfarë ne nuk pëlqejmë nga qeveria e tjera, korrupsione e tjera, ta thyejmë me protesta të çdo lloj shkalle, por në momentin që del dikush dhe qëllon dhe vret, që është shumë e rëndë,
ne dalim dhe mbështesim këtë gjë dhe shpërthejmë dhe jemi, si thua, dakord një pjesë e popullsisë ta zgjidhim me vrasje, që do më thënë t'i bjem shkurt. Këto dy gjëra shofun si fenomen që është ngritur. Interesant është, do me thënë pyetjet që ngre Ferdinandi nuk është se janë shumë retorike, janë pyetje normale, do me thënë, ne jemi shoqëri që jemi katandicur dhe në këtë mënyrë që unë nuk do të shtrikoj vrasjen në gjitha, por jemi një shoqëri me problematika të jashtëzakonshme dhe dim të mbulojmë këto në mënyra perfekte. Ne jemi mjeshtra për të mashtruar veten, më duket, në këtë plan. Edhe si popull bushat, se unë e shikoj këtë tenden mirë bëndi, edhe këta që në... akoma. Jo, e shumë që... Për këtë çështje s'ka. Po dhe ne kemi, unë, që në emisionin e parë, duhet ta fut dhe këtë moment. Për shembull, si në emisionin e parë që Faik Bejkonica, thoshte, 100 vjet më parë, që shqiptari vret edhe për një vijë ujë. Nuk vret për ideal, për një gjë të vërtet. Kur duhet të vrasë vërtet... Shqiptarët kanë kultin e kriminalit. Por për një vijë ujë... Derojnë kriminalin të parë. Ka thënë me dëshprim, jo të gjithë, po thot, në rasën tonë, thot, kemi shumë njerëz që i përkullin kriminalit, e nderojnë kriminalin. Ferdinand, që të përfundojmë bashkë, është hapur një llogari digjeti për ku populli je para. Po, është hapur një llogari, thuhet që është hapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Michigani, dikush aty nga shqiptarët, për ta ndihmuar vrasësin për të gjetur mbrojtës ligjor të zotë e tjera, cila deri tani ka shkuar $11,000, diçka e tillë, ku një nga dhuruesit ka dhuruar në një dorë të vetme $1,000. Pastaj të tjerët me shumë të vogla dhe janë diku te 50 veta që kanë bërë këtë donacion. Kjo është... Urdhron? Ku do çojnë këto paratë? Do gjenden për të mos tonë ty ajde avokat. Kanë marrë avokatin. Për të marrë një avokat. Po se mos do parat ku i çojnë tani? E korrupsionit prapë. Po ku do t'i çojnë? Po pra. Ideja është të paguhet një avokat i Zotit. Ideja është të paguhet një avokat i Zotit. Paguhet një avokat i Zotit. Po, që të ketë sa më shumë mundësi. Jo i Zotit, avokati i Zotit. Unë ty të njoh për të Zotin. E the mirë ti, avokati i Zotit duhet, jo avokati i Zotit. Duhet avokati i Zotit. Okej. Para se të flas një pyetje kisha unë për Feden, se ja vlerësoj shumë profesionalizmin në këtë fushë. Nuk e di, mua më kanë thënë, por nuk e kam lexuar vetë dosjen, prandaj po të pyes mos ke ti djeni, që gjyqi në të cilin u bë vrasja nuk ishte gjyq vendimtar për zgjidhur çështjen e pronës. Është pasojë. Ishte, shiko çfarë gjyqi ishte. Pra nuk do dështim veprime shpërmbarimore. Shiko. E ka kthyer në Shkodër. Nuk është thelbi i pronës. Nuk ishte thelbi i pronës, por ishte dështim veprime shpërmbarimore quhet. Veprimet me fjalë që nuk i dha mundësi atyre incidentet të ndodhin, i përzinin ato. M'fal. Vazhdo. Jo, m'fal. Vazhdo, Ferdinand. Pra, me sa di unë në gjyq, gjyqtari ka dhënë vendimin, pra bëje një dava prej 30 vjetësh për t'i nxjerrë këto njerëzit, sepse ky kishte fituar edhe trullin e kishte të vetin dhe ndërtesën ja kishte blerë shtetit. Përmbarimi nuk i si thua, nuk po realizonte dot nxjerrjen e njerëzve, sepse ishte edhe problemi që ku do strehoshin këto familje, ndërkohë që familjet i hapnin gjatë gjithë kohës pengesa, duke hapur çështje gjyqësore pafund, secili për veten e tyre, dhe që u zgjat kaq shumë. Gjykatësi në atë seancë ka thënë, pra ka kthyer për shqyrtimet më teshme, për përmbushjet më teshme, dhe nuk i ka dhënë të drejtë, si thua, përmbarimi që t'i nxjerrë sërish ato persona. Me njerë pasi ka dhënë vendimin, ka ndodhur ajo vrasja. Më thënë, nuk ishte padia kryesore, zoti Bushati, ishte një padi që ishte një veprim juridik që vjen për shkak të padisë kryesore. Dhe kjo tregon shumë më tepër se ne e diskutojmë. Kemi patur disa raste kur incidentet e rënda në sallat e gjyqit nuk kanë ndodhur për padin themelore, nuk kanë ndodhur që unë do e marr apo jo shishën e ujit, po kanë ndodhur a e përdor apo jo shishën e ujit. Dhe kjo tregon që lodhja, siç duket, në proceset gjyqësore të sjell në momentin që ti mund të shkosh në vlerësimin e vetgjyqësisë.
Ky është një moment. Momenti tjetër, ky lloj procesi tregoj një dështim total të shtetit në përgjithësi, jo të drejtësisë ose po themi të gjykatës apelit në momentin e fundit që ndodhi ajo ngjarje. Sepse me ato që shpjegon gazetari, me ato që janë hedhur në treg sot dhe me ato letra që ne kemi parë, kemi arritur të kuptojmë që është një konflikt disa vjeçar. Një konflikt disa vjeçar ku janë në dieni drejtues të policisë, policia vendore, pushteti lokal, pushteti qendror, ka ndjeni shumë persona të organeve ligjzbatuese për ashpërsinë e konfliktit. Konflikti ka qenë i hapur dhe i ashpër dhe shumë serioz edhe në prani të punonjësve të policisë së shtetit disa vite më parë, ka patur shkëmbim korespondence nga përmbaruesit edhe me drejtuesit e policisë së Shkodrës dhe me policinë e Shkodrës ku konflikti ka qenë shumë i ashpër. Të gjitha këto element i them sepse shteti ka qenë i përgatitur në ato që quhet analiza e rrezikut, analiza e informacionit. Kur ti ke një konflikt kaq të hapur, kaq të rëndësishëm, ty të del jashtëloje informacioni i policisë kriminale, të del jashtëloje informacioni i shërbimit informativ kombëtar, që të kuptosh që zotëri, këto dy familje po vriten dhe humbet koncepti i shtetit që quhet fuqia parandaluese. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë që vem ke vetë gjyqësia, në rast se po vazhdojmë në rast mbaruar me Ferdinandin. Ferdinand. Po. S'kemi gjë me Ferdinandin me? Jo, këtë... Faleminderit shumë. Jo, nëse doja të shtoja diçka të mera 2 minuta, më ka bërë shumë përshtypje ndërhyrja e Sokol Sadushit, kryetarit të gjykatës lartë, i cili në mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor e ka quajtur vrasjen të paralajmëruar pas denigrimit të vazhdueshëm të figurës së gjyqtarëve në publik nga politika, qeveritar dhe analist. Dhe tjetra, e dyta, ka thënë që duhet fillojmë nga vetja. Pra, kemi vonesa në gjykimin e çështjes, varritjet pa nevojshme procedurale, kemi humbur besimin e publikut e tjera e tjera. Po kështu ka pasur një takim të gjykatës. Unë e futa si një moment të rëndësishëm këtë të kryetarit të gjykatës lartë. Faktë është konferenca gjyqësore Te konferenca gjyqësore, këto deklarata i ka bërë aty. Dhe mu dukën shumë interesante dhe për këtë shkakun ju i fokusova edhe në sajtin që ne kemi, po dhe në program Bërë Mirë që ti i the. Dhe në këtë takim, një takim tjetër i gjykatësve, mos gaboj, duhet kënë qenë 2 takime, që kanë kërkuar të organizohet një forum kombëtar për sigurinë gjyqësore. Është e njëjta. Dhe kanë kërkuar vendosjen e një force të posaçme sigurie në gjykata. Ndërhyrje në aktet ligjore për të garantuar siguri fizike të gjyqtarëve etj. Pra, gjykatësit po kërkojnë sigurinë e tyre, ndërkohë që ka pasur deklarime, unë më bëri përshtypje deklarimet e ish kryetarit gjykatës apelit, i cili tha që deri në vitin 2013 gjykatësit kanë qenë pajisur me armë, deri në vitin 2013 ka pasur një prani shumë të madhe të policisë në sallën e gjyqit, ka pasur detektor që ata i mbanin në duar dhe nëse kishin një dyshim i kontrolloni një person caktuar, etj. Ndërkohë që kur ka ardhur Sami Mirtahiri janë zhbërë disa gjëra dhe është si thua liberalizuar apo gjykatat janë lënë në këtë formë. Dhe vim pastaj tek ankesa e 2013-s, që unë e kam këtu, që policisë i është dërguar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkesë për të shtuar numrin e policëve sepse kemi mungesë të policisë, sepse thonë mungesa e policisë është risk serioz për sigurinë, pra sikur e kanë paralajmëruar. Dhe përgjigjja e Muhamet Rumbullaku në atë kohë ka qenë që s'kemi personel. Ndërkohë që ministrja tha që s'është policia që duhet ta saktësisht, s'ka asnjë përgjegjësi për kontrollin në hyrje daljet nga gjykata, tha ministrja e Brendshme, ndërkohë që pas dite e korrigjoi pak, tha do rishikohen masat e sigurisë në gjykata.